Aksioni i policisë së Kosovës, ku janë arrestuar disa serbë, e ka komentuar edhe Haxhi Avdirli nga lista Guxo. Ai thotë se lufta speciale hibride e Serbisë, me ndërhyrje nga jashtë dhe koordinuar me agjendet e saj të brendshëm, nuk është ndaluar asnjëherë po vazhdon edhe këto ditë. Qëllimi është destabilizimi i situatës politike, nxitja e revoltës e pakënaqësisë së brendshme dhe më pas rikthimi i udhëheqësve të dobët politike të dëgjueshëm e të shantazhueshëm, e që përmes tyre të arrin qëllimet e shtrirjes së ndikimit politik e ekonomik serb, thot Avdirli. Ai madje thotë se qëndrimet e klanet serbe i dëgjojmë edhe çdo natë në televizorët tona, edhe nga disa shqipfolës. Por Kosova ka institucione të forta, ka liderë që u lexojnë letrat, që nuk shantazhohen, ka qytetarë të pjekur, politikisht e kombëtarisht, që nuk manipulohen. Prandaj edhe këtë betejë do e fitojmë, siç kemi fituar edhe luftrat, bashkë me ju. Bashkë patriotët e mi ne do të fitojmë sepse jemi në rrugën e drejtë, ne do t'u atëqirim maskën qëllimeve perfide serbe dhe argatëve të tyre, vlerëson Avdirli. Ndryshe në një operacion të përbashkët të realizuar në 2 ditë nga organet tona të sigurisë, u ndaluan gjithsej 16 personë. Të ndarë në 4 automjete me targat të Kragujevcit të Serbisë, struktura e të ndaluarve ishte e kombinuar, ku 4 prej tyre rezultuan të jenë oficer aktiv të shërbimeve të sigurisë së Serbisë. Sipas të dhënave fillestare, dyshohet se këto grupe kishin për qëllim mbledhjen e informacioneve përcaqëse të mundshme, pasi janë gjetur dëshmi të ndërlidhjes me strukturat e inteligjencës ushtarake serbe, si dhe me anëtarë të grupit terrorist të Bajskës. Policia e Kosovës ka ndaluar dhe shoqëruar lidhe sot disa pelegrinë serb në Gjakov dhe Prizren. Për rastin ka reaguar edhe ministri i punëve të brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla, i cili ka treguar për lidhjet e të arrestuarve me të dyshuarin kryesor për vrasjen e arresterit Afrim Bunjaku. Hetimet paraprake kanë konfirmuar se një zyrtar i policisë serbe me gradë të togerit policor ka lidhje të afërta familjare me anëtarin e grupit terrorist të Banjskës Nemanja Radivojević Novka Gandi. Ky fundit është i afërt me Vladimir Radivojević Novka Mami, i cili është i dyshuari kryesor për vrasjen e arresterit policor të Kosovës Afrim Bunjaku. Zyrtari tjetër ushtarak, i cili bart gradën e kapitenit të klasit të parë, është lidhje e ish generalit të inteligjencës ushtarake serbe Jovan Milanović, i njohur për përfshirjen në rrjetin e të dhënave të NATO-s para bombardimeve mbi saqet serbe, shkruan Sveçla. Grupi i parë i përbërë nga 4 persona u ndalua në Gjakov. Gjatë kontrollit të automjetit u gjetën fotografi me hartën e Republikës së Kosovës, fotografi të terroristëve të vrarë gjatë sulmit në Banjsk, 2 thika, një sopat dhe një dritë rotative. Me vendim të prokurorit, personat janë ndaluar në kohë zgjatje 48 orëshe. Grupi i dytë me 12 persona është ndaluar në Prizren, teksa po strehoheshin në seminarin ortodoks të Bogoslavis. Edhe në këtë grup ishin 2 oficerë aktiv të shërbimeve të sigurisë serbe. Hetimet paraprake kanë konfirmuar se një zyrtar i policisë serbe me gradë të togerit policor ka lidhje të afërta familjare me anëtarin e grupit terrorist të Banjskës Nemanja Radivojević Novka Gandi. Ky i fundit është i afërt i Vladimir Radivojević Novka Mami, i cili është i dyshuari kryesor për vrasjen e arresterit policor të Kosovës Afrim Bunjaku. Zyrtari tjetër ushtarak, i cili bart gradën e kapitenit të klasit të parë, është lidhje i generalit të inteligjencës ushtarake serbe Jovan Milanović, i njohur për përfshirje në rrjetin e të dhënave të NATO-s para bombardimeve mbi saqet serbe. Fakti që u strehuan në seminarin ortodoks të Bogoslavis mund të tregoj për një tentativë për të shfrytzuar institucionet fetare për kamuflim ose për të shkaktuar tensione ndëretnike fetare në Kosovë, duke përdorur ngjarje të sajuara për të nxitur reagime të dhunshme ose trazira. Organet e sigurisë do të vazhdojnë hetimet dhe do të informojnë opinionin publik për zhvillime të mëtejshme. Ftojmë qytetarët që të raportojnë çdo aktivitet të ndryshimit dhe të bashkëpunojnë ngushtë me institucionet tona të sigurisë, thënë të tjera ministri Sveçla.